Shejti i ditës 17 mars. Shën Patriku, apostulli i Irlandës dhe lajmtari i Ungjillit. Shën Patriku, viti 385-461, është një nga shenjtorët më të dashur dhe të njohur në botën e krishterë, veçanërisht në Irlandë, ku ai predikoi dhe e përhapi besimin e krishterë. Jeta e tij është një histori e shpresës, e konvertimit dhe e guximit për t'i shërbyer Zotit, pavarësisht sfidave dhe pengesave. Ai e përshkroi vetë jetën e tij si një udhëtim nga errësira në dritë, nga robëria në lirinë shpirtërore që vjen nga Krishti. Patriku lindi rreth vitit 385 në Britani, në një familje të krishterë. Jati i tij ishte diakon dhe ka mundësi që në pleqëri të jetë shuguruar edhe me shtar. Megjithatë, në rininë e tij, Patriku nuk ishte shumë i përkushtuar ndaj fesë dhe jetonte jetën pa shumë shqetësime shpirtërore. Gjithçka ndryshoi kur ishte 16 vjeç. Një ditë, ndërsa ndodhej në pronat e familjes, ai u rrëmbye nga piratët irlandezë dhe u shit si skllav në Irlandë. U caktua të kujdesej për kopejtë e dhive dhe të deleve të zotrisë së tij. Ishte një jetë e vështirë, e vetmuar dhe plot vuajtje, por pikërisht në këtë periudhë Patriku gjeti Zotin. Në vetminë e maleve dhe pyjeve, ai filloi të lutej me gjithë zemër dhe siç shkroi vetë në rrëfimet e tij, filloi ta ndjente praninë e hyjit më shumë se kurrë. Pas 6 vitesh skllavërie, ai pati një vegim ku dëgjoi një zë që i thoshte se së shpejti do të lirohej. I bindur nga ky zë, ai i ambathi nga robëria dhe arriti të gjejë një anije që e çoi në shtëpinë e tij në Britani. Familja e tij e pritën me gëzim, por një tjetër vegim e ndryshoi sërish jetën e tij. Ai pa një ëndër ku dëgjoi irlandezët duke e thirrur: "Kthehu tek ne dhe na mëso fenë." Kjo ishte thirrja e Zotit që ai nuk mund ta injoronte. I bindur për misionin e tij, Patriku shkoi në Gali, Francën e sotme, për t'u përgatitur për meshtari. Ai studioi thellësisht doktrinën e krishtërë dhe pas shumë vitesh formimi u shugurua si i peshkëv. Edhe pse ai kishte një dëshirë të fortë për t'u kthyer në Irlandë, i peshkvit nuk e dërguan menjëherë, pasi kishin dyshime për aftësitë e tij. Vetëm më vonë ai u dërgua si i peshkëv misionar për t'u kujdesur për kishën në Irlandë. Atje ai u përball me shumë sfida. Pagëzimi ishte i rrënjosur thellë dhe druideve, domethënë priftërin pagan kelt, nuk u pëlqente prania e tij. Pavarësisht këtyre vështirësive, Patriku përdori një strategji të mençur. Filloi predikimin e tij tek fisnikët dhe mbretërit lokal, duke i kthyer ata në besimin e krishterë. Kështu edhe populli i thjesht filloi të konvertohej. Një nga metodat e tij më të njohura për të shpjeguar doktrinën ishte tregjeithëshja e trëndafilit të livadheve Shamrock, një bimë e njohur në Irlandë. Ai e përdorte këtë si një simbol për të shpjeguar Trininë e Shenjtë. Tregjeithe të ndryshme, por një e vetme në esencë, ashtu si Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë janë një Zot i vetëm. Ky simbol u bë shenja kombëtare e Irlandës. Një tjetër arritje e madhe e Shën Patrikut ishte themelimi i jetës murgjërore në Irlandë, e cila më vonë do të luante një rol të rëndësishëm në historinë e kishës. Ai solli traditën murgjërore nga Galia dhe e përshtati për Irlandën, duke themeluar manastire që u bën qendra të mësimit dhe të përhapjes së Ungjillit. Në shekujt që pasuan, murgjit irlandez u bën misionar në të gjithë Evropën,
duke ndihmuar në shpëtimin e trashëgimisë kristiane gjatë kohës së errët të pushtimeve barbare. Edhe pse u përball me shumë kundërshti dhe madje u burgos për 15 ditë, Shën Patriku nuk u ndal kurrë. Ai vazhdoi të predikonte, të pagëzonte dhe të organizonte kishën në Irlandë. Ai themeloi shumë i peshqvi dhe edukoi klerik vendas për të siguruar vazhdimsinë e kishës. Patriku vdiq më 17 mars të vitit 461 dhe u varros në Downpatrick, qyteti që sot mban emrin e tij. Irlandezët, të cilët e kishin dashur dhe nderuar shumë gjatë jetës, e shpallën shenjtë menjëherë pas vdekjes. Sot ai është shenjtë mbrojtës i Irlandës dhe i Nigerisë dhe një nga shenjtorët më të nderuar në botën katolike. Mesazhi i Shën Patrikut për ditët e sotme. Jeta e Shën Patrikut është një dëshmi e qartë se hyi mund ta përdorë çdo situatë për të na çuar në misionin e vërtetë të jetës sonë. Patriku kaloi nga një jetë komode në Britani, në robëri dhe më pas në një shërbim të madh misionar. Besimi i vërtet kërkon guxim. Ai nuk u trem për të përhapur Ungjillin, pavarësisht kundërshtimeve. Përdorimi i mençurisë dhe i kulturës vendase mund të ndihmojë në përhapjen e fesë. Ai përshtati mesazhin e Ungjillit për irlandezët, duke përdorur simbole si tregjethëshes për të shpjeguar doktrinën. Lutja drejtuar Shën Patrikut. Në këtë ditë feste mund të lutemi kështu: O Shën Patrik, apostull i Irlandës, na mëso të jemi dëshmitar të guximshëm të Krishtit, ashtu siç ishe ti. Ndihmona të besojmë se Zoti ka një plan për secilin prej nesh dhe të jemi të gatshëm ta ndjekim atë me zemër të hapur. Na udhëheq në rrugën e shenjtërisë, që të mund të sjellim dritën e Ungjillit në botën tonë. Amen. Shën Patrik, luto për ne dhe për të gjithë ata që kërkojnë të ndjekin Krishtin me guxim dhe dashuri.